lidhet dhe të trajtoj çështje tjera përveç zgjedhjes së qeverisë. Midis konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë nuk lejohet të bëhet asnjë seancë intermediare. Për asnjë çështje. Kjo është praktika e deri sot me parlamentare e Kosovës dhe është një standard i njohur në mbar botë. Në mbar botë, nuk ndodh asnjëherë. Tani përkthejmë çështjes së rendit ditës i cili është propozuar. Rendi i ditës i propozuar sot është formimi i komisioneve parlamentare edhe miratimi i disa projekt ligje. E para, për me tregu që kjo seancë logjik si mund të formohet kompjuter në të cilin të shfrytëzojmë kohën tonë. Lidhje me çelësinë dhe Në këtë kushte e mbaj fjalën. Ju nuk ma diktoni që mbaj fjalën. Smushë ma diktu fjalën. Në mbaj fjalën se duhet. A lejo rregullore. Zoti Druda, vazhdo me fjalimin, shkoj se do të thosh. Cilët do kushte për të qenë flasin për ne. Asnjë kuvend.